Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Prurjet e Vjosus po ulen gradualisht duke bërë që niveli ujit pranë urës së Mifolit të bjerë ndjeshëm. Uji po të rriqet gradualisht nga zonat e përmbytura përreth, megjithatë situata mbetet e rëndë në Bishan, aty ku është Elton Nika me cilin do të lidhem drejt për drejt. Elton, të përshëndesi paraqitet situata në këtë momente që flasim. Ne vetemi në fshatin Bishan, jam pikërisht në nënkalimi i cili po ta shohim edhe në këtë moment nga palmjet të shenjtë dhe i mbuluar nga ujë. Ky nënkalim kalohet ende vetëm me mjetet e ushtrisë për gjithë banorët të cilët kërkojnë të kalojnë dy akrarat e rrugës për të drejtuar fshatin Bishan apo dhe fshatraret e tjerë si Poro, Dëllënj dhe Delisuf. Normalisht niveli ujit për sa i përket lumit të Vjos ka rënë ndjeshëm krahasuar me ditën e dieshme. Në këtë moment që flasim është në rreth 7.9 metra mbi nivelin e detit, krahasuar me mbrëmjen e dieshme që ishte në rreth 9 metra. Kemi një ulje të konsiderueshme të nivelit të tij dhe të paktën sipas informacioneve nga emergjencat mësohet se niveli pritet të ulet edhe më tej në orët e ardhshme. Me këtë problematika vjen të mbetet pikërisht këtu ku unë edhe ndodhem aktualisht në fshatin Bishan të njësisë administrative të Novoselës, ku janë rreth 20 banesa të cilat janë të përfshira, të prekura ende nga uji, pra në përreth tyre ka prezencë të konsiderueshme të ujit. Ajo që mund të themi dhe që lidhet me lajmin e mirë me faktin që nuk ka shumë prezencë uji në brendësi të banesave, megjithatë ka patur probleme kryesisht në daljen e banorëve nga banesat e tyre për të drejtuar fshatit apo për të plotësuar nevojat e tyre. Në ndihmë ndodhen forcat armatosura dhe forcat e emergjencave civile për çdo evakuim të mundshëm nëse do të kërkohet dhe do të jetë nevojshme nga banorët të cilët janë në brendësi të banesave dhe nuk kanë mundësi të dalin prej tyre për shkak të prezencës së ujit. Normalisht kemi patur edhe intervista me banorë të fshatit Bishan, të cilët kanë deklaruar, kanë folur rreth situatës krijuar nga dalja e shtrat të lumit Vjos dhe nga përmbytjet e krijuar kryesisht gjatë natës së dieshme në këtë fshat dhe me prezencën e ujit e cila vijon të jetë ende në afërsi pranë banesave të tyre dhe në oborret e banesave. Po Eltonin ndjekim së bashku. Po. Ishin dy. Vajten janë 11 shtëpi komplet lagja e para ty, njerëzit janë larguar në ujë, ushqim kanë nxjerr lopët, s'kan ushqim, i kanë nxjerr lopët ata. Te mua të shpite 100 metro, ujë akoma. I kam nxjerr baktit, i kam çon në fshat aneja. Pati kështu dëme në bakti apo në shtëpi? Në shtëpi janë ato gjërat e vogla, çka këto fikëfera nga ujrat, nga këto gjërat. Nuk po pjes për to, po pjes se ajo që ma ngjall për baktit. S'kam çatu het baktive, se ma do të bari ka zënë ujë gjithë. Po më shprishur një frezë që kisha lënë atje, karroce çunit e invalidit, edhe një 50 pula, që s'po gjej, ato po kërkoja gjë tani. Dëme tjera nuk kam pas. Shumë dëme. Kemi të mjella, kemi dëme janë bërë, komplet toka, ja, si që shikoni, kështu është me ujë, gati 1 metro e gjysmë, 2 metra. Pritet që nesër do jetë një kohë e keqe, edhe që nuk pritet. Mirë, Elton, ndoqëm së bashku edhe rrofimet e banorëve të Bishanit. Tani më ky është një fshat i izoluar, duke patur parasysh se hyrja mund të aksesohet vetëm me mjetet e ushtrisë. Në këtë situatë të vështirë, çfarë pritet në vijim, çfarë thonë autoritetet në këtë drejtim? Shiko, vijojnë të mbetën në emergjencë civile, por edhe autoritetet edhe forcat armatosura të cilat janë prezente në të fshatit Bishan, po ta shikojmë ka prezencë edhe të strukturave të emergjencës civile, vetëm pak më parë ka mbritur edhe prefektja e Vlorës, e cila po ndjek nga afër situatën edhe për të kërkuar nga banorët dhe për deklaruar nëse do të ketë nevojë për ndihmë nga gjithë këta të fundit. Normalisht pak nga ajo që pa konfirmojnë edhe kreu institucionit administrativ në Novosel ka qenë pak më parë këtu, ka deklaruar që pritet të rrugohet. Mirë, unë falenderoj shumë Elton Nika për raportimin, për gjitha detajet që ndajme ne, punë të mbarë.
Do të shkojmë tani në Ferraz të Fierit, atje vijon të jetë një situatë e rënduar për shkak të daljes së lumit vjos nga shtrati ditën e djeshme. Në 20 banesa që janë në ujë ka dëme të rënda, ndërsa disa familje janë evakuar. Gazetari Ervin Leka sjell reportazhin. Në fshatin Ferraz, ujërat e lumit vjosa vijojnë që të kenë përmbytur të gjithë zonën. Siç mund ta shikoni nga këto pamje, pavarësisht se vjosa është tërhequr në shtratin e tij, ujërat vijojnë që të krijojnë probleme në zonën e Ferrazit. Pranë meje kam një banor të zonës, Baçe Banën, të cilën do t'i marrim edhe një prononcim për ABC News. Sa ka arritur niveli i ujit në banesën tuaj? Rreth 1 metro e gjysmë, është ujt. Dhe është lum i papar, dëm i pa parashikuar. Këtu i kishim shpresat, këtu jetojmë, gjitha orën ditë në ujë. Ne kemi vetë pothuajse në qiell të hapur. Mban mend përmbytje të tilla në vitet e mëparshme? Po kjo është më e madhja, kjo është e treta që na ka arritur brenda në banesë. Natën ku do ta gdhini sonde? Po sonde 2 netje kemi gdhirë në makinë. Po për sonde po mundohemi mos pastrojmë një dhomë. Banorët e Ferrazit prej 3 ditësh kanë fjetur ku të munden, larg banesave të tyre, tek fqinjët, të afërmit apo edhe në makina. Dëmet janë të mëdha. Kamera ABC News shoqëroi banorë të zonës brenda shtëpive të përmbytura. Gjitha ishin rrezuar mbërdhe, të gjitha i kishte përmbysur lumi. Mund të shikojmë pak edhe dhomat e tjera, po, se çfarë dëmesh ka bërë. Ti shikosh edhe në për dhomat e tjera. Ti shikosh. Kjo është dhoma e gjumit, kjo është dhoma e gjumit, po. Pra edhe këtu? Edhe këtu ka vëshuar prap 1 metër e gjysmë ujë brenda këtu. Pra kjo është një dhomë tjetër që po ashtu është e përmbytur. E përmbytur edhe kjo. Edhe shtresat erdhat mirë në një batanie të kisha të madhe. Edhe tek kjo dhomë pra nuk ka shpëtuar asgjë. Batanie po kullojnë ujë që aty deri aty. Jo, etat mirë batania aty smirja do. Janë po kullojnë ujë. Këto 2 ditë ku keni qëndruar? Qëndrova vajta tek Kunatin lagjen ma thamë nde, edhe mbrëm jam gdhirë në makinë. Po pjesa e bagëtis pash që kishit disa prej bagëtive që keni? Atje, dëmtime vetëm të shpes kisha 60 kokë, i gjeta të gjitha rrëgos. Po të doni të veni, por nuk futeni do të ndej, dhe veni të shikoni vetë. Edhe pse uji i vjosës është tërhequr në shtrat, shenjat dhe dëmet që la pas janë të dukshme. Banorët kanë shpëtuar bagëtin dhe ato pak sende që kanë mundur duke i nxjerrë në rrugë. Kjo është një tjetër banesë në fshatin Ferraz e cila është përmbytur totalisht. Niveli i ujit, siç mund ta shikoni nga shenjat që kalon, ka arritur në 1 metro e 30 centimetër. Pronarët e kësaj banese thonë që kanë mbi 10 milion lekë të vjetra dëme materiale. Ndërkohë në disa zona sipas banorëve uji ka arritur deri në afro 2 metra. Ata thonë se në afërsitë autostradës Levan-Vlorë është krijuar efekti i hinkës pasi është ngushtuar shtrati i lumit vjosa. Lumi i parë që erdhi ka ardhur 80 cm. I pari para disa ditësh. Lumi që erdhi mbrëm ka ardhur deri këtu. Bati 1 metro e 80. Maksimalja, s'ka me, deri këtu ka ardhur. Dhe banesat i kalën atje pja, të ke shenja, i kalën 5 pond. Banesës tjetër, janë përmbytur komplet. Në Ferraz përllogaritën të paktën 70 banesa që janë prekur nga përmbytjet, ndërsa 20 prej tyre uji ka shkatëruar gjithçka. Emergjencat civile vazhdojnë të jenë në terren, ndërkohë strukturat vendore pritet të nisin edhe përllogaritjet e dëmeve. Në Ferraz është dhe kolegja Valbona Davidi, lidhem drejt për drejt me to. Valbona, të përshëndes, si përreqet situata në këto momente që flasim. Po mund të thuhet se kemi një situatë që po shkon drejt normalizimit, megjithse me ritme të ngadalta, banorët po përfitojnë ose po shfrytëzojnë një përmirësim të lehtë të kushteve klimaterike, ndaljen e rreshjeve të shiut, por edhe një rritje të lehtë të temperaturave për të nisur punët
që në fakt ndodhin në të tilla raste sa herë që ka përmbytje në zonën e Ferrasit, por edhe në zona të tjera, siç është Ada, Frakulla, Kafaraj, Qerveni dhe Kashishi. Është tani puna e të gjithë banorëve, por edhe ekipeve të emergjencave dhe punojësve të bashkisë që të bëjnë të mundur rehabilitimin e mjediseve të përmbytura duke përfshirë këtu oborret e shtëpive, brendësinë e banesave, por edhe largimin ose rikuperimin e tokave bujqësore, të cilat aktualisht janë 700 hektar nën ujë. Në rëndësinë e lagjeve të Ferrasit, të fshatit Ferras, ka nisur puna edhe për hapjen e kanaleve dytësor në anë të rrugëve, të cilat ishin të bllokuar një pjesë e tyre prej ndërtimeve apo prej objekteve të vendosura nga banorët, duke bërë kështu dhe duke krijuar një rritje artificiale të nivelit të ujrave në brendësitë të zonës së Ferrasit, ndërkohë që këtu ku ndodhem aktualisht në degën e kanalit të Martinez, e cila dje u përmbyt duke bërë që uji të kalojë në anën tjetër të fshatit Ferras, ka një rënje të nivelit të ujit prej 1 metër, krahasuar me mbrëmjen e djeshme ku pati edhe pikun e vërshimit të ujrave të Vjosus. Duket se uji vazhdon të tërhiqet drejt hidrovorëve, por me ritme të ngadalta, duhet thënë, sepse përveç sasisë së madhe të ujrave të Vjosus, ka ndikuar edhe fenomeni i baticës në det që ende vazhdon të jetë aktiv, duke mos lejuar hidrovorët të shkarkojnë në gjithë potencialin e tyre të mundshëm ujrat nëpërmjet kanaleve, kullues dhe vaditës drejt detit. Kjo është një situatë e cila nuk ndihmon në rikuperimin e dëmeve ose të paktën në rikuperimin e mjediseve tashmë në fshatin Ferras që të bëjë të mundur rikthimin e banorëve në banesat e tyre. Pra nuk mund të flasim ende për rikthim të banorëve në banesat e tyre, sepse është një situatë ende ku ka prezencë uji, jo vetëm në Ferras, por edhe në fshatrat e tjerë që përmenda në zonën e Levanit dhe Frakullës, por është një situatë e cila i ndihmon të nisim punën për të rehabilituar apo për të pastruar mjediset e shtëpive nga uji dhe balta. Valbona, të lutem e saktësojmë pak numrin e familjeve të evakuara nga fshati Ferras, si paraqitet situata në këtë drejtim? Mbrëmjen e djeshme u bë e mundur evakuimi i 20 personave nga të paktën 4 familje, pra nga të paktën 4 banesa në fshatin Ferras, sepse ishte një masë e detyrueshme për shkak se uji rrethoi banesat në mënyrë të rrezikshme, çka mund të precipitonte apo mund të lejonte edhe incidente të rënda. Ishin kryesisht banesa me një kat, çka nuk e lejonte që banorët të mund të shpëtonin nga vërshimi i ujit, dhe për këtë arsye u bë e mundur, u bë detyrueshme evakuimi i tyre. Por sot duket se, si kundërthash, jo vetëm banorët e evakuar, në rastin konkret 20 banorët e Ferrasit, por edhe banorët të tjerë të evakuar një familje në Romës së Mallakastër, e cila rrezikonte sepse kishte shtëpia e tyre është në brenda shtratit të Lumit Vjosa, pra brenda territorit të Argjinaturës, janë rikthyer jo për të banuar, jo për të, sepse shtëpit janë të pabanueshme aktualisht, por për të marrë masa për largimin e ujit dhe baltës nga banesat e tyre dhe për të shpëtuar të çka mundin nga urrëndit shtëpiake. Po, ti ke biseduar në fakt me disa prej banorëve të fshatit Ferras, i ndjekim së bashku. Erdhi uji më një herë, 2 minuta. Se 2 minuta vajta mora ata të emergjencës. I thash hajde me vrap se kam të sëmu në shtëpi, erdhën ata këtu, erdhën e morën me vrap 2 minuta, sa donin të gjatja neve, këtu nuk futeshe do të me. Edhe qupën, i kam qurë të vdezën. Ku do rrinim ne këtu? Urdo, ku do flinim? Të tëra, ujë. Na erdi lumi me një herë. Nuk e prisnim, morën masa, i zumë dyert dhe kaloi mbi pritën që kishim bërë. Ka arritur 1,5 metër këtu në hobor edhe u futu brenda. Urdhoni brenda, shiko. Ja kjo shtëpia ime, urdo, jeto këtu. Kemi që dije në mëngjes. Edhe nuk vjen njeri ta shikoj sepse e mbyten. Mirë, Valbona, ndoqëm së bashku edhe rrëfimet e banorëve të prekur nga këto përmbytje. Unë falenderoj për raportimin dhe gjithë shkandave me na.
Ndalemi tani në Durrës, situata vion të jetë kritike atje, pasi dalja nga shtrati i lumit Erzem përmbyti disa zona. Në Durrës janë evakuar mbi 800 banor, ndërsa mijëra hektar tokë bujqësore dhe qendra banesa janë përmbytur, ndërsa vijojnë ndërhyrjet për normalizimin e situatës. Pasojat e rënda të përmbytjeve ndihen ende në Durrës. Rreshjet intensive të ditëve të fundit dhe prurjet e shtuara të lumit Erzen shtuan edhe problematikat në Katun të Ri dhe Suks. Për përballimin e prurjeve, hidrovorët e Porto Romanos dhe Hamallajt po punojnë me kapacitet të plot. Mijëra hektar tokë bujqësore janë në ujë e qindra banesa po ashtu. Situata detyroi 842 banor të evakuohen nga shtëpitë e tyre, shumë prej të cilëve janë akomoduar në strukturat posaçme, por ka edhe nga ata të cilët vendosën të strahoheshin pranë familjarëve. Evakuimet janë kryer në mënyrë të vazhdueshme përgjatë ditëve të fundit, përfshirë edhe orët e para të mëngjesit të së premtes. Në mes të kësaj situate të vështirë, banorët shprehen se dëmet në banesat e tyre janë të konsiderueshme, ndërsa thonë se rrezikun e ndjejnë çdo ditë. Ujt ka qenë fik 60 cm. Material kam blet 3-4 milion lekë që i kanë fut të shtëpisë. I kanë blet kërkoshat ato, janë kërkoshat më tona ato, me divona me gjitha. Kjo është e treta herë këtu që më. Divonat, televizor, lavatrice, frigorifer, i ka përshtet ato çfarë do më shtat. Dhe bëhe më shumë dam se kaq më, s'ka çfarë bëhe më. Këto janë këtu. Unë ka 25 vjet që rri këtu. Nesa po bënim kafe mëngjes sa hipi ujë në balkon aty. Dola unë orës 2 batanije të mëdha e vura te dera se përballuan dot. Kam 30 vjet këtu, s'ka hipur ujë kurrë. Ashtu. Jo. U shpesonja vetëm po të vitë deti mund të hip të ujë. Se kështu me shijo. Procesi i vlerësimit do vijojë për të verifikuar banesat e përmbytura, për të përballuar nevojat emergjente. Drejtoria e Rezervave Shtetërore siguroi qindra pako ushqimore të shpërndara për familjet. Po ashtu në Durrës u angazhuan 448 specialistë, ku përfshihen punonjës të Bashkisë dhe Ndërmarrjeve, ujësjellësit, policia bashkiake, OSHE, si edhe 37 efektiv të forcave të armatosura. Lidhem tani drejt për drejt me Leonida Muson për të marrë detajet e fundit që vinë nga Durrësi. Leonida, përshëndetje, ku je pozicionuar aktualisht dhe si paraqitet situata aty? Përshëndetje Rovena, unë ndodhem në fshatin Jup, i cili është edhe fshati më i rrezikuar ose që ka praninë më të lartë të ujit si pasojë e daljes nga shtrati të lumit Erzen. Gjithashtu në të njëjtën situatë ndodhet edhe Badarda, po Sukti dhe Katundi i Ri gjithashtu, ndërkohë që situata më e përmirësuar për gjatë ditës së sotme është në zonat e Durrësit, në zonën e Ishkënetës, në zonën e Spitalit dhe në zonën e Shkozetit. Prania e ujit në këto 3 zona ka larguar totalisht, nuk ka ujë të banesa, por banorët pa përpjekjen që të bëjnë për llogaritje të dëmeve të cilat janë shkaktuar si pasojë e kësaj përmbytje. Deri në këto momente që po flasim, janë evakuar mbi 800 persona nga ana e forcave të ushtrisë, të cilët janë pozicionuar në zonën e Jupës tashmë, pasi dalja nga shtrati e projit të Talës, i cili është projit i cili kap pjesën fundore të fshatit Jup, atje ku janë izoluar të paktën 20 banesa dhe po punohet me intensitet të lartë nga ana e forcave të armatosura për të bërë evakuimin e banorëve të cilët kanë mbetur të izoluar. Vazhdon ende edhe evakuimi i banorëve sidomos në zonën e Jupës, ndërsa për sa i përket zonës së Suktit dhe të Katundit të Ri, gjithashtu edhe pjesa e Badardës në pjesën e sipërme të zonës së Suktit, situata deri diku më e stabilizuar, uji ka filluar të rriqet pak nga pak, edhe nivelit në lumin Erzen po bie nga ora në orë, fatmirësisht, dhe për këtë arsye situata pak nga pak le të themi po shkon drejt përmirësimit. Angazhimi i madh është nga grupet e punës, të cilët janë pothuajse 500 në terren që po punojnë me intensitet lartë nga ana e institucioneve të ndryshme, qoftë nga ana e ujësjelljes, kanalizimeve e OSHE-s, por gjithashtu dhe nga që janë në varësi të prefekturës dhe të bashkisë së Durrësit, janë në terren, po punojnë me intensitet lartë. Në të gjitha zonat ku do të ketë nevojë, ka patur ndërhyrje nga ana e tyre, gjithashtu edhe në zonën e Jupës, që thamë pak më parë, ku gjendja është disi më kritike, janë forcat e armatosura të cilat po punojnë dhe janë në gatishmëri të plotë për të ardhur në ndihmë banorëve të cilët kanë mbetur të izoluar. Bëhet fjalë për rreth 20 banesa, të cilat, siç e thash edhe pak më parë, Rovena, gjenden në pjesën fundore të fshatit, atje ku është e pamundur për të kaluar me ato mjete, po priten barkat për të evakuuar këta banorë nga ana e forcave të armatosura.
Faleminderit Leonita Musa nga Durrësi. Faleminderit ju. Shkojmë në Kurbin, situata mbetet e rëndë në zonën e fshatit Adriatik, ku çarja e argjenaturës së lumit Droj ka sjellë prurje të shumta duke lënë nën ujë 10 familje. Njëjta situatë problematike paraqitet edhe në fshatrat Dukagjin dhe Miliska të Krujës, ku janë përmbytur sipërfaqe të konsiderueshme. Autoritetet thonë se pritet ndërhyrja e mjeteve të bordit të kullimit për izolimin e pjesëve të dëmtuara të argjenaturës dhe normalizimin kështu të situatës. Në fshatrat Adriatik, Golem dhe Patok në Kurbin, niveli i ujit është rritur. Kjo për shkak të çarjes së argjenaturës në krahun e Durrësit. Fushkuqja, sipas emergjencave civile, po mbahet në monitorim të shtuar, si njësia administrative më e rrezikuar. Ndërsa nga disa lagje dhe toka bujqësore në gjormë të Mamurrasit, ujërat po tërhiqen. Puna për riparimin e argjenaturës po vijon, ndërkohë nga grykderdhjet e përrejnve po hiqen inertet. Njëkohësisht po rehabilitohet rruga Tukve në Gjormë dhe po punohet për sistemimin e segmentit Skuraj-Vinjoll. Rreth 50 forca me 16 mjete janë angazhuar në terren këtë të premte. Paralelisht, emergjenca civile thonë se grupet e punës do të jenë në terren për të evidentuar dëmet në banesa, toka bujqësore dhe infrastrukturë. Qeveria do të dëmshpërblejë të gjithë banorët e prekur nga përmbytjet e këtyre ditëve për banesat dhe për gjën e gjallë. Kryeministri Edi Rama mblodhi Komitetin e Emergjencave Civile për situatën e jashtëzakonshme të shkaktuar nga rreshjet. Rama tha se mbi 1500 banesa janë në ujë dhe 51 familje kanë lënë shtëpitë e përmbytura. Qeveria ka gati një fond 50 milionë euro që do të përdoret për këtë situatë pas verifikimit të dëmeve. Shefi i qeverisë u përgjigj dhe kritikëve në opozit, duke thonë se shteti është pranë njerëzve të përmbytur, ndërsa shiu nuk ndalet me shpifje dhe fajtor imagjinar. Pas 4 ditësh situata e përmbytjeve këtë të premte duket më e normalizuar nga përmbytjet që u shkaktuan nga moti i keq dhe kryeministri Edi Rama dha një bilans të asaj çfarë është lënë pas. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektar tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, shefi i qeverisë siguroi të dëmtuarit për dëmshpërblimet pasi të ndodh vlerësimi në terren. Sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Gjatë këtyre ditëve janë dhënë mendime kritika të ndryshme mbi arsyet pse u rëndua situata e përmbytjeve në zona të ndryshme të vendit. Kryeministri duke u ndalur te kjo dha një raport mbi intensitetin e lartë të rreshjeve të shiut në 4 ditët e fundit. Sasia e rreshjeve ka qenë e jashtëzakonshme deri në 300 mm ose të ndryshe më shumë se sa sasia mesatare e rreshjeve që bien gjatë gjithë muajit. Pra, rreshjet 3 ditore mesatare të janarit kanë rënë për një periudhë 3-4 ditore. Një fenomen ky që siç e thash dhe më lart, si rezultat i ndryshimit të klimës, po bëhet gjithnjë rezultat i investimeve të vazhdueshme të dekadës fundit. Më pas i dha një përgjigje opozitës që këto ditë ka folur për hidrovoret. Aleatët politikë të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasirat konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshjet e këtyre ditëve. Deri tani, shkarkimet nga hidrocentrali i Vaudejës kanë qenë të kontrolluara dhe niveli i lumit Buna nuk ka arritur nivelin kritik tek kapërdresi i Shirgjit, duke shmangur në këtë mënyrë shkarkimin e ujit lumit Buna në Shirgj dhe përmbytjen masive të zonës në Shkodrës,
si në kohërat kur qeverisnin aleatët e shiut dhe ason përmbytej rregullisht edhe pa nevojën e rreshjeve të mëdha të kësaj natyre. Në fund, Rama theksoi se qeveria ka një hart veprimi në programin e Shqipërisë 2030 për të rritur rezistencën e infrastrukturës në tërësi kundrejt këtyre fenomeneve. Jemi sërish së bashku, si që anonçova edhe më herët, unë do të vjoj të diskutoj për përmbytjet në kuadër të menaxhimit të gjithë situatës. Me mua në studio është bashkuar zoti Frok Çupi. Përshëndetje, faleminderit zoti Çupi që jeni me ne. Përshëndetje. Ditën e sotme pati dhe një mbledhje të Komitetit të Emergjencave Civile. Ju e keni parë në fakt situatën prej disa ditësh tani më me problemet që kanë shfaqur përmbytjet në një pjesë të mirë të territorit. Sot qeveria foli për dëm shpërblime për gjithë banorët e prekur, pati mesazhe edhe për opozitin që her pas here ka sulmuar. Si e keni lexuar të gjithë këtë pozicionim të palëve dhe situatë vështirë për qytetarët? Po shiko, Ky është e treta herë brenda 6 viteve të fundit ku shteti përballet me forca të mëdha të natyrës. Kemi parasysh tërmetin e 2019-s, kemi parasysh viruset e vitit 2020, të cilat deshen përpjekje titanike për të përballuar. Dhe kjo është një ngjarje që vërtet vën lëvizje mendjet, vën lëvizje në energjit, fondet, administratën e tjerë. Menaxhimi i kësaj situate, kësaj radhe ka pasur disa cilësime më të ndryshe nga situatat e tjera të përmbytjeve. Për arsye se rreshtit qenë shumë më të larta, kushtet atmosferike ishin në disfavor të gjendjes në Shqipëri, dhe ndërkohë u ndodhëm thujse para mëkateve tona. Ky ishte problemi, ky është ai problemi më i madh që doli në pa. Sigurisht ato familjet, siç tha kryeministri, do të dëmshpërblehen, i thon 50 milionë euro që vurin dispozicion qeveria për 1500 familje, dhe sigurisht do ketë edhe dëmshpërblime të tjera, sigurisht, por që duket se shteti ka tashmë është në gjendje të dëmshpërblej, është në gjendje të dalë zot qytetarit vetë. Mbaj mend nga vitet 2012, përmbytjet në Shkodër, kanë qëndruar 2 muaj më vonë Shkodra, pjasa e Shkodrës ka qenë në ujë, që s'ka hyrë më ujë e tjera. Dhe sot shteti nuk është i likësht, nuk është i dobët për të mos e përballuar këtë gjë. Por ajo çfarë mund të themi në mënyrë shumë të shkurtër është se kësaj radhe shteti u përball domosdoshmërisht me ndihmën ndaj shtetësve të vet. Dhe ndërkohë shtetësit shqiptar u përballen me veten dhe me forcat e natyrës. Forcat e natyrës vendosen ligjin kësaj here. Kur shteti se kishte vendosur në kohën qur, as shteti dhe as qytetarët se kishin respektuar ligjin se nuk ndërtohet në Këneta dhe në Shtretër Lumejsh. Dhe e qenë të detyruar të përballen me ligjet e natyrës. Natyra tha, shiko, unë kam ligjet e mia dhe nuk mund të marrë parasysh ligjësitë e politikës që dikur i thanë fshatarëve të ardhur nga zonat periferike, se ndërtoni ku të doni, më jepni votën mua, pa në mes lumit mund ndërtoni, se ne do ta bëjmë lumin, si më thënë, do ta bëjmë lumin shkëm. Megjithatë, ka ardhur momenti për të patur një bilans për te dëmeve që shkaktojnë përmbytjet, po edhe për këto problematika që vijojnë prej 20, 25, 30 vitesh? Pikërisht kjo është, jo vetëm për të bërë një bilans, është koha për të bërë një ndryshim rrënjësor në të përgjithshme në shtetit. Shtetit kur flas që nga parlamenti, që nga qeveria dhe deri te qytetari, i cili është pjesë e shtetit. Dhe nëse nuk bëhet kjo, Shqipëria jo se thjesht do të ketë një plagë të përjetshme sa herë bjerë shi gjithmonë do përmbyten këta njerëz. Po pastaj kjo do t'i krijojë Shqipërisë shëmtim shumë të madh. Në një kohë Shqipëria po shkon në radhë të Bashkimit Evropian,
është vendi ku mbeti, si me thënë, uq sistemizua dhe është ende e pasistemuar. Nëse një shtet ishte i pasistemuar, nëse një njeri jeton në një jetë pasistemuar, do thotë se është një sklav i vetvetes, është një sklavit i fatkesis. E kjo është thirrja, si me thënë, që vjen nga çdo gjë që nëse do kemi prap situatat të tilla, atëherë është krejt e pafalshme. Ky ishte lajmërimi i fundit. Nësa sa po më thoni për faktorët e tjerë të politikës, si që është opozita, për shembull, opozita sot është mbyllur në një sallë. Në një sallë dhe përshikon ku të fitoj politikisht. Në vend që aq sa njerëz ka në sallë, sepse aq njerëz ka opozita, të paktën të dërgojë dikun tek një lumë dhe të ndihmoj me disa zhavor, me disa rërë, këtë ta dion. Por është një zakon i kësaj pjesët politikës që gjithkohës i ka ngritur vesh në kohën e fatkesive. Sa herë ka pasur fatkesi, kjo opozit me një parasysh tërmetet, me një parasysh vdekjet. Është ndoshta e kuptueshme që reagojnë dhe kërkojnë të jenë afër qytetarëve, se është politike dhe është e natyrshme, kjo është detyra e çdo opozite në fund të ditës. Po a është proporcionale reagimi që ka, mënyra si e pasqyron situatën dhe ndikimi që kjo ka te qytetarit që vuan pasojat? Ja, pikërisht ju përdoret një fjalë ndoshta shumë herë më të saktë se sa po thoja unë. Domethënë, proporcionaliteti është shuar në këtë rast. Jo vetëm proporcionaliteti në numërim, jo vetëm proporcionaliteti në ndihmë fizike, jo vetëm proporcionaliteti në alternativë, proporcionaliteti në mungesë. Praktikisht qytetarit po i mungon opozita. Unë nuk them që opozita, dhe s'mund ta them kurrë që opozita të mos thotë gjëra që siç po i themi dhe bashkë, ose edhe ndoshta ata duan t'i përdorin më shumë e t'i rëndojnë, por të ketë një alternativë. Dhe qytetari e do këtë alternativë, pavarësisht se voton qeverinë, pavarësisht se voton maggjorancën, do një zë tjetër, do një gjë që ta thrasë. Në fundit do një njoftim se kjo opozit një ditë prej ditësh në parlament do t'i bashkohet diskutimi shumë të gjerë për të gjetur, jo vetëm shkaqet, për të pranuar se cili të pranoj mëkatet e veta, dhe të mund të ndërtohet një Shqipëri tjetër. Po t'jeni sigur se nëse qeveria do ketë atë fuqi shumë të madhe, maggjoranca dhe me siguri para se të hyjë në Bashkimin Evropian duhet mbyllur kjo plaga e përmbytjeve, atëherë këta do të jeni të sigurt që do fillojnë të ngrenë pjesët e vulgut poshtë që do thonë se tani po ju transferojnë shtëpi, tani po ju mashtrojnë duke ju dhënë ca fonde për të ndërtuar shtëpi tjetër diku që s'ju mbyt lumi etj. A, ju bëri dhe juve përshtypje edhe në fakt e prekut, po dua ta kuptojmë konkretisht këtë faktin që opozita nuk shkoi tek banorët e prekur, tek zonat e prekura, nuk i pam në ujë, nuk i pam pranë tyre. Si është e mundur diçka e tillë? Po këtë po e thoja, do të thonë janë mbyllur në një sallë për të mos shkuar askund. Ne jemi, jo vetëm ne si ballkanik, jo vetëm ne si mesdhetarë, si shqiptarë që jemi, e duam dorën e tjetrit afër pranë, e duam njeriu pranë. Edhe duket sikur të lehtëson edhe atë dhimbjen ose vuajtjen ose hallin që ka një njeri që në fundit e shikon shtëpinë e tij me 1 metër lartësi ujë. Por tjetër gjë është të flasësh nga larg, pa i ditur, edhe pse realisht këta janë vetë shkaktarë të fillesave. Por tjetër gjë, pastaj tjetër qëndrim mbajti qeveria, mbajti maggjoranca, kryeministri i cili u tha të gjithë aktivistëve të politikë që janë deputet, janë antarë të forumeve të partisë etj. U tha që ju kërkoj që të jenë atje. Megjithëse që ne kemi parë, tërë ministrat janë atje ku ndodh gjëja. Por është një ngjarje paralajmëruese dhe është një ngjarje e cila sigurisht nuk do shkaktoj fatkesit më dha, sepse nuk mundet. Thuaj se ka kaluar. Po, situata është në përmirësim e sipër, po është një ngjarje e cila meriton studime, e cila meriton institute, e cila meriton bashkëpunim me institutet europiane dhe të rajonit, me qëllim që të mund të gjendet një zgjidhje shumë racionale dhe shumë
e kursyeshme për ekonominë e vendit. Unë ju falenderoj shumë, zoti Çupi. Faleminderit që ishit me mua në këtë analizë të mënyrës menaxhimit të përmbytjeve, si gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit. Mirë, vjojmë të flasim tani për rreshjet e këtyre ditëve, pasi pas tyre në kaskadën e Drinit, niveli i ujit është rritur, por shkarkimet nga hidrocentrali i Komanit dhe Vaujdejes janë të kontrolluara deri në 700 metër kub në sekond. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku tha se situata është tërësisht e menaxhueshme dhe nuk përbën probleme për banorët e Nënshkodrës. Ulja e temperaturave dhe nisja e borës në veri duket se ka stabilizuar prurjet në kaskadën e Drinit. Niveli i ujit në liçenin e Fierzës ka arritur në rreth 289.8 metra nga rreth 296 që është pika maksimale, por për te i përmbytjeve, rreshjet e shiut kanë përmirësuar ndjeshëm situatën energjetike në vend dhe në liçenin e Fierzës niveli i ujit është rritur me gati 9 metra vetëm në 3 ditët e fundit. Në hidrocentralin e Komanit niveli i ujit rezulton 173.3 metra, ndërsa në Vaun e Dejes 74.9 metra. Pas stabilizimit të situatës dhe paksimit të rreshjeve intensive, shkarkimet nga hidrocentrali Komanit dhe Vau i Dejes janë të kontrolluara dhe nuk te i kalojnë 700 metër kub në sekond, duke mos përbërë rrezik për përmbytje në zonën e Nënshkodrës. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku tha se aktualisht ka prurje të menaxhueshme dhe rreshjet gjatë së shtunës nuk parashikohen që të janë intensive. Prurjet kontrolluara tashmë pas një problematik për hapjen e portave, në ndërkohë janë në punë të 5 agregatët. Sigurisht duke pasur parasysh edhe vazhdimsinë e kushteve atmosferike, si forcat e armatosura ashtu edhe aviacionit civil kanë njoftuar që do ketë rreshje edhe gjatë ditës sotme, por janë rreshje mesatare dhe me prurje të ulta. Nga ana tjetër ne presim që gjatë mesnatës sonte të ketë një agravim të rreshjeve, por kuotat na lejojnë që të menaxhojmë gjithë situatën duke mos shkarkuar pra në mënyrë të pakontrolluar në fushë-kodër. Sipas të dhënave të korporatës elektroenergjetike shqiptare, prurjet në kaskadën e Drinit gjatë së premtes kanë rënë në 1500 metër kub në sekond në Fierz, një nivel ky i menaxhueshëm dhe që nuk përbën rrezik. Përmirësimi i kuotave në kaskadën e Drinit, ku janë të vendosur 3 hidrocentralet më të mëdha në vend, është një element pozitiv për situatën energjetike në vendin ton. Gjatë vitit të kaluar vendi u përball me thatësira të tezgjatura duke ulur prodhimin e energjisë. Ndërkohë aktualisht prodhimi ditor i energjisë elektrike rezulton se ka arritur në 16.300 megavator. Si rezultat, korporata elektroenergjetike shqiptare ka realizuar procedurën e parë për shitje energjie për këtë vit. Sipas njoftimit zyrtar, për periudhën 10 deri në 11 janar 2026, kesh arriti që të shezgjësej 18.944 megavator energji elektrike me një çmim mesatar prej 57.64 euro për megavator. Në total nga kjo procedurë u përfituan mbi 1 milion euro. Ngricat dhe dëbora kanë krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve, por pavarësisht kësaj, autoriteti rrugor shqiptar thotë se gjitha rrugët kombëtare aktualisht janë të hapura. Për shkak të motit të keq në aksin Klos-Burrel, raportohet se ka patur rrëshqitje të inerteve. Pas rreshjeve intensive, vendi është përfshirë nga bora dhe ngrica duke krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve në disa akse rrugore, kryesisht në zonat malore. Autoriteti rrugor shqiptar thekson se temperaturat gjatë natës kanë qenë të ulta duke zbritur në -18 gradë Celsius në Valbon, -13 gradë Celsius në Kukës Shishtavec dhe -8 gradë Celsius në Theth. Probleme raportohen sidomos në segmentin Klos-Burrel, ku ka pasur rrëshqitje të inerteve, ndërsa grupi i punës i ndodhur në terren ka ndërhyrë menjëherë për pastrimin. Po ashtu probleme në qarkullim janë regjistruar edhe në zonën Leskovik-Përmet. Në segmentin Korçer-Se, kilometri 8 dhe Boboshtic-Dardh gjatë natës janë regjistruar temperatura të ulta, duke krijuar ngrica në rrugë dhe për këtë arsye është kryer kriposja në të gjithë segmentin, pavarësisht kësaj
situate, të gjitha akset nacionale janë të hapura për qarkullimin e mjeteve. Kontraktorët me mjete dhe punëtor kanë qenë në terren pa ndërprerje për të bërë pastrimin e akseve, pastrimin e dëborës, por edhe shpërndarjen e kripës për të evituar ngricat. Përdorimi i gomave dimërore është i detyrueshëm për automjetet që qarkullojnë në zonat malore apo ku është njoftuar për prezencë bore dhe ngricash. Është fikur në orë të natës, zjarri i madh që është përtheu në tregun e rrobave në lagjen 5 Maj në Tiranë, flakët kanë shkrumbuar rreth 200 subjekte tregtare. Fatmirësisht nuk raportohet për personat lënduar, ndërsa shkaki i zjarrit dyshohet një shkëndijë elektrike. Tregu i rrobave në lagjen 5 Maj në Tiranë është djegur plotësisht. Ajo çfarë ka mbetur janë vetëm rënojat. Mbi 200 tregtar janë prekur nga ky zjarr i përmasave të mëdha, që përfshin 2 magazinat e tregut të rrobave. Forcat zjarr fikse kanë qëndruar në zonë edhe pas neutralizimit të flakëve. Edhe këtë të premte disa vatra u riaktivizuan, por u vunë nën kontroll menjëherë. ABC News ka siguruar edhe videon e momentit kur nis zjarri. Fillimisht dallohet tym dhe pak flak, të cilat më pas nisin të përhapen me shpejtësi edhe për shkak të materialit tekstil që tregtohen në këto magazina. Dëmet për tregtarët janë kolosale. Një ditë më pas ata shprehen se kanë mbetur në qiell të hapur. Jemi këtu në qiell të hapur. Unë ka pas dyqanin më të vogël këtu. Sa është lera malli tuaj, zotri? Sa dushëm më tepër se 200 milion lekë. Vetëm neve, unë më i vogli, po tjerët që kanë më shumë këtu. Çfarë materiale shpejtoni? Unë tregtosha çorape. Çorape dhe kështu geta, streqe, gjona. Kishë vetëm një dyqan këtu? Unë kisha një, goca kishte 2. Goca u doq komplet. Unë këtu nuk kam një dyqan fizik, po unë kam punuar me disa prej tregtarëve këtu. Patjetër që dëmet janë shumë të mëdha. Paraprakisht, dyshohet se shkak për rënien e zjarrit të jetë një shkëndijë elektrike, por do të jetë grupi hetimor që do të përcaktojë shkaqet e zjarrit, ndërsa automjetet të forcave zjarr fikse janë ende në terren për të mbajtur nën monitorim situatën. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, do tjera zhvillimet përdiqësuara minutë pas minute nga vendi, rajoni dhe bota. Ju mund të ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.